Përshëndetje të gjithëve. Sot do gatuar patullxhana të mbushur. Është një recetë do thosha e lehtë për të gatuar, edhe do t'i shikoni me radhë se si bëj unë. Po ju pëlqen? Mund t'i bëni edhe ju. Mua për vetëm pëlqen shumë. Çfarë na nevojitet? Do shikoni që do përdor, do pres në mas të vogël, qip, domate, speca, hudhra, po them për bersit. Marr patullxhanat, i pres në mes dhe u heq zemrën e tyre. Pastaj zemrën, që unë e quaj zemra, mbushja nga brenda patullxhanit, e hedh në një tas me ujë me krip dhe e le për 5 minuta. Pastaj e coptoj edhe këtë dhe do i skuq të tëra bashk. Do i shikoni që ka çik me radhë. Ere, grim tomatën, këtë do hedh poshtë. Do ta grim. Siç e shikoni, as soba të mëdha shumë, as të vogla shumë. Sepse do skuqen pastaj dhe do përzihen me të tjerat. Nuk është një gjë e vështirë. Përbërësi do i shikoni. Tani, para se t'ju them se çfarë do ndodh më tutje, do t'u them që patullxhanat i kanë vënë në tepsi dhe i kanë vënë në furrë. Kanë hedhur pak krip, pak vaj, pak piper dhe kanë marrë një skuqje të lehtë, siç e shikoni. Pasi të kemi bërë mbushjen, do i hedhim në tapsi. Mirë. Edhe kjo iku. Siç thash edhe më përpara, do hedhim edhe zemrën që është nga brenda patullxhanit. I kemi prerë, i kemi lënë 5 minuta në ujë me krip. Dhe tani do t'i përgatisim për t'i skuqur edhe këto të gjitha bashkë. Nuk vonojnë shumë edhe nuk e di, mu më jep një shije se kur është mish kur behen në fund fare, kur zilin fjala vjen. Edhe një qik, do i bëj gati të tëra bashkë. Pastaj do të tregoj se si do t'i skuqur. Iku dhe kjo. Tani do grim edhe pak majdanoz që të kemi ca ngjyra të bukura. Atëherë këtu i kemi gjithë ato që na duhen për të bërë speca të mbushur. Çfarë thash, speca të mbushur? Jo, patullxhana mbushur do bëj. Kemi zemrën e patullxhanave, domatet e grira, qepët, specat, një lug, salcë tomate, pelte. Kemi majdanoz edhe hudhër të grirë. Në fund fare, pasi t'jenë skuqur mirë, do i shtoj edhe të kivi knor. Është lëng mishi me zarzavate, që jep shijen e lëngut mishit, sikur është gatuar me lëng mishi. Tani do i hedh tëra në një tigan, do t'i skuq mirë dhe pastaj do shikoni si do bëjmë mbushjen e patullxhanave. Nenojtë dihet që do kemi edhe vaj, kripën, piperin, këto nuk është nevojë që t'i them se besoj se i dini. Atëherë, tek tigani kemi hedhur vajin, është ngrohur, shtova qepën, hudhrën, majdanozin, specin, edhe patullxhanat. Pasi t'jenë skuqur këto i qip, do shtojmë edhe krip dhe piper. Pastaj do shtoj domaten e grirë bashkë me salcën e domates që është pelte, bashkë me kivin knor. Dhe do i shikoni me radhë se çfarë do të ndodhë pastaj. Shikojeni sa mirë do zgjidhen të tëra. Edhe përzihen ato shijet e tyre njëra me tjetrën. Edhe pak dhe do shtojmë edhe salcën e domates, pastaj domaten. Do të edhe një qik, sa zbutën edhe pak patullxhanat. Dhe një qik, nuk do shumë. Do të pres videon që ju mos mërziteni duke parë sa skuqet mbushja jonë. Do shtoj tomate dhe salcën, do shikojmë përsëri. Tani vajmë këtu një hapësirë të vogël, do hedhim salcën edhe mirë që të skuqet një qik në vaj. E hapim pak. Ja kështu. Pastaj do ta përzihem me perimet.